në fillim. Megjithëse përmendët Bankën Qendrore Europiane, ajo po nxiton në këto momente për ta emetuar këtë monedë, madje ka një plan të shpejtë për 2026. Ndërkohë, a mund të kemi një panoramë më të gjerë në lidhje me ecuritë e qendrave të ndryshme financiare, Kinën, Washingtonin, Londrën, apo qoftë edhe vende të tjera që janë marrë me këtë proces në mënyrë intensive? Si është ky proces në vende të ndryshme në qendra të ndryshme financiare të botës? Po, patjetër, sipas një vërtetimi të fundit. Yes, edhe Ballkanin, përfshim dhe Ballkanin që është sigurisht na takon më së afërmi. Po, patjetër. Nëse i referohemi një studimi më të fundit që ka bërë Këshilli Atlantik rreth se 130 banka qendrore në nivel botror janë aktualisht në fazë kërkimore për ndërtimin e një monede digjitale të një banke qendrore. Dhe aktualisht mbi 10 prej tyre, mbase edhe rreth 15 prej tyre janë në fazë pilotimi, pra një fazë goxha më të avancuar, kur fshihet këtu edhe Kina, që është ndër shtetet me nivelin më të lartë të pilotimit aktualisht. Dhe vetëm në mos gaboj vetëm 4 banka qendrore në nivel botror e kanë përfunduar këtë proces dhe kanë implementuar monedën e tyre digjitale të bankave qendrore. Për shembull përmendim Nigerinë së fundmi apo Bankën Qendrore të Bahamasit e të tjerë. Ndërsa në nivel të Bashkimit Evropian, siç edhe ju e thatë, janë në një fazë goxha të avancuar para pilotimit të euros digjitale, madje ka disa banka qendrore të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që janë duke testuar direkt me Bankën Qendrore Evropiane prototipe të euros digjitale. Në nivel Ballkani do thoja që nuk ka hapa konkrete në këtë drejtim. Megjithatë, do thoja përveç Serbisë, e cila së fundmi ka hedhur edhe idenë e një dinari digital, por është ende në faza shumë fillestare kërkimi. Pra përveç Serbisë që ka hedhur këtë ide, vendet e tjera të Ballkanit nuk kanë shprehur. E kuptoj. Unë kam dëgjuar në fakt ndërkohë që lexoja për monedën digjitale të Bankës Qendrore, edhe jam hasur me termin stable coin. Çfarë stable coini? Unë prandaj përmenda edhe që në fillim që ka një konfuzion në lidhje me terminologjinë e përdorur, pasi ka shumë terminologji në fakt, e cila në vetvete është e ndryshme në lidhje me monedat virtuale në tërësi. Siç e përmendëm, kemi monedat digjitale të emetuara nga banka qendrore, por kemi edhe një variant tjetër monede virtuale, siç është moneda e qëndrueshme ose stable coins, të cilat janë një formë kriptomonede që është dizenjuar që vlerën e saj ta mbajë të qëndrueshme, siç e thotë edhe vetë emri, përkundrejt një aktivi të caktuar. Dhe ky aktiv pra ajo lidhet, vlera e saj lidhet me një aktiv të caktuar, që mund të jetë një monedë tjetër e huaj, për shembull dollari ose euro, apo e lidhur me vlerën e disa letrave me vlerë të afatshkurtra apo aktiveve të tjera shumë likuide, pra afatshkurtra, të emetuara nga qeveritë apo nga institucione të tjera financiare. Dhe janë këto aktive të cilat në vetvete përcaktojnë edhe vlerën ose çmimin e këtyre monedave të qëndrueshme dhe ndihmojnë pikërisht që vlera e tyre të mbahet e qëndrueshme. Pastaj monedat të qëndrueshme në fakt kanë evoluar me kalimin e kohës dhe ato kanë arritur edhe në nivelin që quhet moneda të qëndrueshme algoritmike, vlera e të cilave lidhet me ato që quhen kontrata të zgjuara ose smart contracts dhe vlera e tyre lidhet me kërkesën dhe ofertën që përcaktohet nga emetimi i disa portofolëve ose tokenave virtual. Tani, emetimi i këtyre monedave